أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. Tani jemi në mëshira pasosur e Ramazanit, siç u tham, pjesa tjetër e radhës do jetë në mbrëmje, mbas taravive. Bismillahirrahmanirrahim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lësoni e mos vështirësoni, progresoni e mos largoni." E transmeton Buhariu e katërt të transmetojnë gradualisht porosin islame. Muslimani duhet të veprojë pikërisht ashtu siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka thirrur njerëzit në islam, në vend të parë duhet të flitin gjërat më të rëndësishme. Është shumë më rëndësishme që të përcaktohet lista e prioriteteve dhe të veprohet në përputhje me të. Shembulli më i mirë për këtë është hadithi Muadh ibn Jabelit radiallahu anhu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte dërguar si thirrës e Yemen. Me këtë rast ai kishte pyetur me çka do të gjykosh. Muadhi kishte thënë: sipas librit të Allahut, nëse nuk gjen dispozitën aty, e pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të gjykoj sipas sunetit tënd, u përgjigj Muadhi radiallahu anhu. Nëse edhe këtu nuk e gjen dispozitën, e pyeti prap pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të gjykoj sipas të kuptimit të fesë, kishte thënë Muadh ibn Jabeli radiallahu anhu, ndërsa i dërguari i Allahut ju përgjigj: falëndërimi takon Allahut, i cili e ka forcuar të dërguarin e pejgamberin e Allahut. Para vetë nisjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja kishte përcaktuar atij listën e prioriteteve me rastin e transmetimit të porosive islame. Muadhi radiallahu anhu transmeton i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me dërgojnë e Yemen dhe me tha: ti je duke shkuar të një populli i librit, të krishterët dhe hebrejt, thirrni ata që të dëshmojnë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe se unë jam i dërguari i Allahut. Nëse ata përgjigjen në këtë, atëherë lajmëroj ata se Allahu i ka obliguar ata me 5 namaze gjatë një nate e dite. Nëse edhe këtë e pranojmë, atëherë lajmëroj ata se Allahu ka përcaktuar zakatin që merret prej pasanikëve të tyre dhe u jepet të varfërve. Nëse edhe këtë e pranojnë, ruaju prej pasurisë së çmuar të tyre me rastin e marrjes së zakatit dhe ruaju prej duas, mallkimit të padrejtit, sepse ndërmjet saj dhe Allahut nuk ka kurfar pengesë. E pesa sillen ndaj njerëzve sipas situatës të gjendjes së tyre. Njerëzit në fshat e qytet nuk mund të therrasash në islam në mënyrë të njëjtë, kështu edhe me individët, porosia islame nuk mund të transmetohet në jetë të pariu dhe të intelektualit, të i paditurit e të dietari. Në të gjithë këto, musliman i cili thërret në fe dhe në shpëtim duhet të jetë shumë i mençur, sepse mençuria është një prej begative më të mëdha e cila i është dhënë gjinisë njerëzore. Për këtë shkak Allahu i lartësuar në Kur'an thotë: ai jep urtësinë të kuptuarit të Kur'anit kujt të dojë, cili do që i është dhënë urtësia. Vërtet që i është dhënë në mirësi e madhe, por këta nuk e kupton tjetërkush përveç njerëzve të mençur. Mënyrat të transmetimit të porosive islame janë si vijon: e para, thirrja individuale në islam, dhe ajo realizohet kur janë në pyetje gjërat që kanë të bëjnë personalisht për personin e caktuar. E dyta, thirrja publike në islam dhe transmetimi i porosisë islame me anë të ligjëratave, prezantimeve e të ngjashmeve. E treta, me anë të mësimit dhe arsimit. Kjo ndodh në përqarshjet profesionale në mesin e njerëzve që gjenden në fushën e njëjtë ose të ngjashme të urmëtimit. E katërta, transmetimi i porosisë islame me anë të mjeteve moderne të komunikimit, të gjithë këto me qëllim të inkurarimit të mirësisë dhe të vërtetës. 5 rezultate punës misionare janë si vijon. E para, arritja gradës së atyre që i kanë trashëguar pejgamberët, sepse ata ishin transmetuesit e parë të së vërtetës dhe drejtës islame. Ata kanë dhënë më së shumti duke transmetuar porosinë e të vërtetës dhe paqes, porosinë islame. E dyta, shpresa në pranimin e duas që ja kanë drejtuar Zotit, duke lutur ata për falje dhe udhëzim, sepse për ata që besojnë dhe të rrasin e fenë e vërtet për të lutur edhe përshit në vërtet. E treta, arritja shpërblimit të madh për çdo të mirë të cilin e transmetojnë, sepse e dim se secili që thërret për të mirë, ai ka shpërblim, sigurisht ai që bën më të mirë me tej për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kuptojmë se ai që udhëzon dikë në të mirë, ai do të ketë pjesë të shpërblimit të bamirësit. E katërta, të bëhemi ata që thërrasim e jo ata që i thërrasin të tjerët në fenë të vërtetës. Kjo me të vërtetë është sukses dhe shpërblim i madh, sepse Allahu na ka ndërruar që të ndihmojmë të tjerët
jetë ata tek ne që të therasim të mirë dhe të largojmë nga e keqja e jo anasjelltas. E pesta, ata që therasin e fe, ata janë parapryes të vërtet të popullit dhe të bashkësisë së tyre. Allahu i lartësuar i përshkruan ata në surën Furqan dhe thotë se ata janë robër të mëshiruesit, cilësitë e tyre janë si vjen, robët e të gjithë mëshirshmit janë ata që ecin thjesht nëpër tokë dhe kur të paditur i sulmojnë me fjalë ata përgjigjen paqja qoftë, dhe ata që kalojnë natën duke u falur Zotit të tyre në sejdë dhe në këmbë, dhe ata që thonë o Zoti ynë, largoje prej nesh dëshkimin e xhehenemit, sepse në të vërtetë dënimi i tij është i përhershëm, ai është vendbanim dhe vend strehimi i keq, dhe ata që kur shpenzojnë nuk janë as dorëshpuar, as dorështënguar, por i përmbahen të mes, dhe ata që posa Allahut nuk adhurojnë Zot tjetër, nuk vrasin njeri, gjë që Allahu e ka ndaluar përveç se me të drejtë dhe që nuk bëjnë kurvëri, e kush bën këto do të marrë gjunahe, ndëshkimi do të dyshyshohet në ditën e Kiametit dhe ai do të qëndrojë për herë në këtë fatkeqësi i poshtruar përjashtim, bën ai që pendohet, beson dhe punon vepra të mira. Njeri të tillë Allahu ja nderon veprat e këqija me të mira, Allahu është falës e mëshirë plot. Ndërsa ai që pendohet të bën vepra të mira është i kthyer krejtësisht nga Allahu. Kështu janë edhe ata që nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtërt, e kur kalojnë pranë kocsive, kalojnë me dinjitet, dhe ata që nuk kur palëmrohen nga shpalljet e Zotit të tyre, nuk bëhen as të shurdhër as të vepër, edhe ata që thonë o Zoti ynë, durona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë, që shprehja për sytë tanë dhe bën shembull për të mirat, njerëz të tillë do të shpërblehen me xhenet të lartë për durimin e tyre, dhe do të mirëpriten e do të gjejnë paqe. Nuk ka dyshim se të besimtari rritet ndjenja për transmetimin e porosive islame. Në Ramazan, besimtarët e sinqertë inkurajojnë këtë potencialin e tyre me qëllim që të transmetojnë të vërtetën e tjerëve, e të thrasin në shpëtim në të dy botës shpërblimi për thirrjen në të vërtetë është i madh vallë. A nuk do të japim gjithçka prej vetes në këtë Ramazan që të ndajmë detyrinë e tjerëve, që të thrasim edhe në shtëpinë e paqes, të shpëtojmë prej zjarrit të xhehenemit. O Allah i gjithëmëshirshëm, shtoje detyrinë tonë dhe të dobishme veprat tona të mira, të kuptuarit tonë të fesë, dhe të na mësoj që të jemi transmetues të sinqertë të porosisë tënde. Amin. Allah ju nderoft. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.